Ishte ky koleksioni I fundit nga Valdrin Saiti Mokita, fustanet e të cilit mund të gjeni tash tutje në sallonin e tij. Ndërkaq ne vazhdojmë me një material tjetër për mbrëmjen e sotme. Shumë fytyra tona publike, momentet kur u martuan, dasmat e tyre ishin përrallore. Mirë po nuk zgjati shumë, disa prej tyre edhe u divorcuan. Pavarësisht kësaj, kështu e ka jeta, ndonjëherë vazhdon me dikën deri në fund, e ndonjëherë edhe ndash, po nuk ke çka me bë. Jeta vazhdon. E ne në vazhdim ju sjellim disa prej fytyrave tona publike, të cilat edhe pse janë ndarë, vazhdojnë të jenë të lumtur. I ndjekim bashkë se cilët janë ata. Janë figurat më të dashura të shumë kujt. Pëlqimi ndaj tyre bën të nashtohet kurioziteti edhe për jetën private. Deshen apo nuk deshen, ky është çmimi që I dhurohet kur vendosen të jenë prezent në ekran. Kur vendosen të martoheshin, ceremonitë e tyre bën bujë mediatike, ndërsa kur u ndan, fillimisht munduan ta mbanin larg syrit të publikut. Por divorci për disa nga emrat e njohur të skenës nuk ishte fundi I gjithçkaje. Ata e gjetën lumturinë në krahat e dikujt tjetër. Për këtë mohem, erdhi me kalimin e viteve. Tuna e rigjeti dashurinë për këtë herë në krahat e një artisti. Kozman është I dashuri I Altunës, me të cilin u bën vite bashkë e madje bashkuan forcat edhe në muzikë. Teuta Krasniqi dhe Blero Muharremi krijuan lajm kur u martuan. Një dasëm interesante në ambient të hapur bëri që të gjithë ta komentonim. Por lajmi shpërtheu kur Blero pohoi ndarjen e tij nga aktoria Krasniqi. Edhe pse sot të ndarë, çifti ka urlidhse mes tyre, e që është vajza Tara. Por historia e martesës mbetet pjesë e së kaluarës, pasi që të dy kanë filluar jetë të re. Dashuria e Bleros sot mban emrin Afrona, teksa Teuta është në qiellin e 7, pasi që pak ditë ka që konfirmoi shtatzanin me bashkëshortin e dytë Adonisin. Lumturin pas ndarjes nga bashkëshorti e gjeti edhe Johona Sopi. Këngëtarja, e cila kishte një martesë të dështuar vite më parë, gjeti vend pranë një personi tjetër jo publik. Dashuria e tyre u kurorëzua me martesë në Hawaii. Mund të them një tragjedi? Një tjetër divorc, mjaft I mediatizuar, ishte ajo me Soni Malaj dhe Mirkos, çifti të cilët sot janë prindër të një vajze I dhan fund raportit të dashurisë, duke e kthyer në një marrëdhënie shoqërore. Arsyet e gjithë kësaj, Soni muaj më parë I shpjegoi në prive, por ky kapitull tashmë ka përfunduar. Sipas disa burimeve, këngëtarja ka nisur një lidhje të re, që për momentin preferon ta mbajë larg syrit të publikut. I dashuri aktual I saj nuk është personazh publik, por persona të afërm tregojnë që për momentin marrëdhënia e tyre po ecën mirë. Uroj që njerëzit të duan, të jenë të dashur për të tjerët, edhe kjo jo plotson besoj jetën. Punimi I bashkangjitur me vonë. Jo vetëm këngëtarët janë pjesë e kësaj liste. Martesës I dhanë fund edhe aktorët Lira Qelaj dhe Bleri Mxhoci, që të dy u ndan nga bashkëshortet e tyre për të rinisur një jetë të re pranë dikujt tjetër. Qelaj, I cili u ndan nga aktoria Ilire Vinca, aktualisht po bashkëjeton me dikë tjetër.
Në anën tjetër, Blerim Gjoci i dha fund martesës me aktoren Anisa Ismaili. Blerimi pas divorcit me Ismailin, dashurinë e rigjeti në krahët e një amerikaneje. Këta janë disa nga çiftet të cilët pasi përfunduan martesën, lumturinë e gjetën tek dikur tjetër. Po ashtu, ka edhe personazhe të tjera të cilët pas ndarjes nuk e kanë dërguar dashurinë e tyre drejt aktit të martesës së dytë.